Ajo ftoi personalitete dhe personazhe të botës së ekranit duke mos munguar as kolegët e saj. Ajo që e nisi ëmbël këtë mbrëmje ishte Nikoqirja Albina. Emocionet janë ato që nuk mundem me i përshkru, sado që i kam premtu vetës që sonte me përmbajt veten nga emocionet, nuk e di pse, është vetë ngjarja emocionuese. 10 vite ndoshta nuk janë shumë për një artist, po për mu kanë qenë 10 vite të arta, andaj është edhe kjo ditë ka që rëndësishme për mu. Sa je krenare, Albin, kur e kujton fillimin edhe rrugtimin e gjatë? Qysh në fillim e kam pas një start shumë të mirë, edhe është dashtë këgja mirë me ja bo hizmetin për me ardhë, deri këto sigurisht që puna, angazhimi, lodhja dhe sfidat e kanë bot vetën. Nuk ka qenë e vështirë, sepse çdo këngë është punuar për kushtimin që e meriton. I kam përzgjedh bashkëpunëtorë shumë të veçantë, Armend Regjepagiqin, Aida Barakun, Enis Mullaj, Ellinel, Big Basta, gjithë ata që i kanë bërë videoklipet, Alban Selimaj, Flok, Make-up, gjithë i kanë pas një ekip mrekullueshme që ma kanë lehtësuar me një farë forme gjithë punën për albumin. Krejt po i përmend, po koshtoj motër bashkëshorti që është pika kyçe e kësaj bisede. A pati dure më duru gjithë ato natë? Faktikisht, ditët e fundit të punimeve për albumin, jo mundu me kursy duke qenë që edhe ai ka angazhimet e veta në këtë kohë shumë të mëdha. Ka qenë me lëvizje jashtë shtetit, në Kosovë jashtë shtetit, edhe ky udhëtimi Prishtinë-Tiranë, sepse këngët janë incizuar në studio në Shqipëri. Ata që i dhanë mbështetje shumë të madhe ishin padyshim prindërit dhe motra e saj. Është e papërshkueshme. Nuk është vetëm krenaria, po është kënaqësia që na jep Albina me këto organizime, me këtë vullnet të madh, me këto projekte të mëdha, është e pandalshme, andaj me të vërtetë është e papërshkueshme. Gjatë 10 vite. Çfarë do i thoje te Sinon? E di që ndoshta nëna është ajo që dëshiron me të pa dhe më mirë se vetën. Unë në Sinon është ta kisha pas shumë, gjona mi thonë, po nga njerë edhe prej emocioneve, në besin pak për mrena, po ato që i kisha drejtu Albinës, i kisha thonë faleminderit shumë, e para që na bën krenar, edhe e dyta faqe bardhë. Cili do t'ishte urimi yt për të? Urime, si kur çdo motër tjetër ma të mirat e krejt botës, nështë me po mbi yje edhe për mua është pak për Albinën. Në këtë datë të rëndësishme për artistën kosovare të praneshëm ishin edhe miqtë e kolegët e saj, të cilët nuk hezituan të ndalen para mikrofonit të nxorr. Duke qenë se kam gjitho vite karrierë, kur shoh të rinjt që çajnë, që ecin, domethënë jam totalisht krejtësisht mbështetësja e tyre dhe më vjen mirë që ato gjenerojnë muzikë, bëjnë muzikë me rrymat e reja, duke i sjellë bukur, bëjnë muzikë me tingujt e ri, bëjnë muzikë me trendet e reja, pa prishur identitetin. Dhe besoj që Albina është një nga këto. Cili do t'ishte urimi sinqert për Albinën? Urimi më i sinqert do t'ishte shkoft lart e më lart, edhe kur mos i harroj ato lulet e bukura, ato tryllat e bukura, ato trillat e bukura, po themi që ja ka dhuruar mëma dhe baba, që ja ka dhuruar familje. Kom shumë shoqërinë e gjanë, kom shumë miq, edhe ku të bati promovim, me gjithë artistat i kom dosta dhe i kom Albinën ma, kom një mikatesh shumë të mirë, edhe është një prej këngëtarëve, më me thonë, pe më të mira në Kosovë, më me thonë lirisht edhe në Shqipëri. Pak më herët me një intervistë thash që rrugtimi i Albinës është shembull edhe është model i këngëtarëve të reja qysh më ardhur këtu ku ka ardhur Albina. Domethënë më thonë është modeli më i bukur qysh duhesh me kanë këngëtarë si Albina. Shumë faleminderit. Ishte shumë respekt, faleminderit shumë për juve, jeni të bëni punë të mirë, gjithkund po ju shoh, domethënë çka po ndodh, ju jeni aty. Shumë faleminderit Albina, kam shoqë për qefi, shumë respekt. Ftyra jam, Tupana, Këmisha, Leila, plagët e mia, Rana, Adon me undo, Oj Kosovë, Pranvera, Sina dhe Sa të dua. Mbajnë emrin 10 perlat e Albinës, e cila u bë gati të ngjitet në skenë të jep të përshëndetjen e parë. Ajo ftoi kompozitorin e mirënjohur Armend Regjepagiqi ku interpretuan së bashku.